Në shkollën Docmazi në Shkodër është zhvilluar sot aktiviteti me temën Stina e mirësisë, i cili ka përfshirë panairin kundër bullizmit si dhe panairin e ushqimeve të shëndetshme të përgatitura nga vetë nxënësit. Psikologja Besila Jusi u shpreh se qëllimi i këtij aktiviteti është përcjellja e mesazheve kundër bullizmit dhe nxitja e fëmijëve drejt sjelljeve pozitive dhe mbështetëse ndaj njëri tjetrit. Ajo theksoi rëndësinë që kanë aktivitete të tilla në edukimin emocional të nxënësve dhe në krijimin e një mjedisi shkollor më të sigurt. Aktiviteti që kemi realizuar sot quhet Stina e mirësisë dhe ka për qëllim që me përcjell mesazhet kundër bullizmit nëpërmjet një atmosfere konstruktive dhe pozitive. Është i konceptuar nëpërmjet punimeve që klasat kanë bërë dhe nëpërmjet tyre fëmijët kanë sjell reflektime që ato kanë për sa i përket vlerave njerëzore si respekti, toleranca, empatia. Përtej kësaj, këto punime sillen në këtë ekspozit me qëllimin për me përcjell mesazhin tek nxënësit e tjerë, që janë bashkëmoshatarët e tyre dhe përtej kësaj të komuniteti më gjanë që janë prindrit. Patjetër që ne vlerësojmë rëndësinë e përcjelljes së mesazhit tek fëmijët për me rritë ndërgjegjësimin e tyre me qëllim që të moderojnë sjelljen dhe të kuptojnë rëndësinë e respektit edhe të vlerësimit të individit në tërësi. Ndërkohë nxënësit ndanë mesazhe sensibilizuese kundër bullizmit dhe prezantuan punimet e tyre. Ne kena vizatu zemrat dhe kena shkujt emrat tonë. Dhe kena bë këta qilësat që janë për dashuri dhe kja çadra që është shumë e bukur që kena shkujt për bullizmin. Të sjellë mirë me shokët edhe me shoqet. Tani ne kena punu këtë gjatë, kena bën nga fjallë të këqia që ne që mos ta mëzisin në qi. Zëmban asgjë si duhet, të gjithë që eshin me ty. Aktiviteti Stina e mirësisë synon të promovojë mirësinë, respektin dhe solidaritetin, duke kontribuar në forcimin e marrëdhënieve pozitive brenda komunitetit shkollor.